Historia e planetit Moldak dhe civilizimi I tij që u zhduk për gjithmonë. Dëgjojeni pak këtë histori. Histori konspirative, por që lidhet me disa fakte reale që unë dua t'ja u tregoj. Dëgjojeni me kujdes. Kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jeni prerë bashkë. Aty nga viti 1990, një sensitiv ishte vënë në kontakt me disa forma të tjera jete. E dini që ndoshta dikush nga ju nuk e di, por do t'ja u them që ka disa sensitiv që lidhen me disa forma të tjera jete në momente trans. Dhe ky që punonte me shërbime sekrete, por njëkohësisht ishte bërë dhe I famshëm, madje ishte edhe një tip magjistari, si mund të quhet, ai ishte vënë në kontakt me një energji që I kishte thënë disa informacione lidhur me këtë planet, pra të planetit Moldak. Planeti Moldak gjendej parafërsisht të paktën ashtu siç pretendohet, gjendej afër Jupiterit. Dhe disa teoricient me kalimin e kohës pretendojnë që ka qenë me të vërtet një planet aty. Sepse, sipas gjasave, detritet dhe ato që kanë mbetur për rreth Jupiterit, jo vetëm për rreth Jupiterit, por edhe planeteve të tjera, janë shkak I një shpërthimi që është bërë I një planeti. Në fakt, ç'është e vërteta, ne na është mësuar nga jo vetëm nga shkolla, por edhe NASA na thot për ditë që planetet formohen në bazë të tymit, ajrit dhe pastaj të detriteve që I thith dal nga dal, pra të hapësirës, duke krijuar dal nga dal një elektrik. Dhe ky elektrik me kalimin e kohës krijon një trup dhe sa më shpejt lëviz ky trup, aq më shpejtësi merr edhe elektrika e tij, njëkohësisht rreq dhe të gjitha objektet ose si mund të quhen asteroidet ose çdo gjë që vjen nga jashtë. Dhe mendohet që kështu janë është formuar toka, Marsi, Mërkuri etj. Etj. Pra kështu na është mësuar deri tani. Por në vitin 2022, dy teoricient, që nuk I mbaj mend mirë emrin, po më duket një Howard edhe një Rogan, një gjë e tillë. Dy Rogan dhe Howard, dy teoricient shkencëtar, këta që I bën një deklaratë që I bëri studiuesit e shkencën që të troditen, sepse sipas tyre nuk është e vërtetë që planetet janë krijuar në këtë formë. Dhe ata japin një detajim në mënyrë shkencore se si krijohen planetet. Pra si, me fjalë, për ta është një gjë që nuk mund të lindë si për shembull si një fëmijë. Pak a shumë për ta kuptuar. Por nuk është ashtu siç na është mësuar deri tani, pra nëpërmjet pluhurit ose nga asgjëja. Pra nuk është e vërtetë. Dhe pse po e them këtë? Pikërisht nga këtu kanë dhënë disa teori të tjera, disa teoricient, që thonë që Moldak ka ekzistuar me të vërtetë dhe janë pjesët ato që janë përreth Jupiterit dhe përreth planeteve të tjera, nuk janë gjë tjetër vetëm se copëza të një planeti tjetër që ka shpërthyer. Tani pse po flasim për këtë, për Moldak? Sepse tregohet që në Moldak jetonin një civilizim mjaft I zhvilluar. I avancuar sepse kishin një teknologji të paparë dhe ata dominonin pothuajse të gjithë planetet përreth. Mirëpo, me kalimin e kohës, shikoni se çfarë mendohet që ata zhvilluan teknologjinë kaq shumë sa që e quajtën inteligjencë artificiale, sepse nuk po tallen me këtë. Me një fjalë, sipas këtyre teoricientëve, thuhet që ata arritën të krijonin inteligjencë artificiale, pra robota, ashtu siç ne po krijojmë sot, por me kalimin e viteve u bën tepër të sofistikuar dhe komunikonin ashtu siç edhe njerëzit. Dhe bile me kalimin e kohës, këta robota vendosin çdo gjë, vendosin ligjet, mbanin rregullat dhe çdo gjë. Mirëpo, erdhi një moment që pikërisht këta robota luftuan kundër njerëzve dhe I shpartalluan, I shkatëruan, bën një reprezalje të menjëhershme. Dhe këtu bëhet fjalë për rreth 700.000 vite më parë, parafërsisht thuhet. Ka disa të dhëna shkencore që lidhen pikërisht me këtë, me fjalë me ato çka ka ndodhur në tokë 700.000 vite më parë. Do t'ja them tani për një sekond. Tani, ç'është e vërteta në këto teori pretendohet sepse në momentin që këta njerëzit, ata që kishin mbetur, pra me mish po flasim, qenjet me mish, kishin mbetur një pjesë prej tyre, ata arritën që të bënin diçka. Arritën që të shpërthenin disa zona të caktuara
të planetit, në mënyrë që të destabilizonin këto robot. Mirë po, nuk ndodhi asgjë, përkundrazi, robotët u avancuan akoma më keq. Atëre, ata që mbetën u detyruan që të shpërthenin planetin. Pra, ky është në sintezë ajo që ka ndodhi. Dhe ata që ikën nga i vend, erdhën në planetin Tokë. Pra, kështu thuhet në sintezë. Dhe ato teori që fliten për shembull edhe për këtë për pllakat Esmeralda ose për teorinë e Atlantidës e tjerë, thuhet që nuk ishin gjë tjetër veç se këta që erdhën nga ky planet, pra nga Mordak, që disa mendojnë që ishte vetëm një hën. Me fjalë, nuk ishte një planet, por ishte një satelit i krijuar ose ndoshta natyror, nuk dihet se si. Tani ka një problem. Nuk është problem, por është ajo që thash i lidhet me këtë. Rreth të parë njëri që studiuesi që thash në vitin 2022 mendojnë që këto pjesëza të shpërthyera ose të shpërndara gjithandej në disa planete nuk janë gjë tjetër veç se pjesë të këtij planeti të shpërthyer ose të këtij Moldakut. Po, se ka një logjik në fakt kjo që thonë këta, por ka dhe diçka tjetër. Disa prej tyre mendojnë që ka qenë një hën e Marsit, pra e planetit Mars. Dhe në momenti që e shpërthyen, erdhën në planetin Tokë, këta. Tani, në piramidën e Keopsit, kanë zbuluar, kohët e fundit, po flasim tani në vitin 2023-2024, paktën, kështu thuhet, kanë zbuluar që në shkrimet e Ra, të mbretit Ra, ai thotë që pikërisht flet për këtë, për Moldakun, pra për këtë planetin që e shkatëruan. Dhe në disa shkrime, po flas që këta i kanë deshifruar, thuhet që u detyruan që të shpërthenin, pra ta shkrinin, si flitet këtu, Moldakun, pra këtë shtëpizën e tyre. Dhe nuk e quan Moldak, e quan në forma të tjera, por nuk e kuptoj që pse ka kaq të përbashkët. Dhe tjetra, si ishte mundur ato hieroglife që ne nuk e kemi kuptuar ende, çfarë janë ato hieroglife në piramidën e Keopsit, për çfarë, përse mund t'i bënin ato hieroglife? Nuk janë hieroglife, unë them që ajo është tamam si një anije kozmike, i gjithë po flasë i gjithë struktura, me të gjitha hieroglifet që gjenden brenda. Mos ndoshta ajo është vërtet arka që vinte nga një botë tjetër, pra nga një vend tjetër dhe e sollën këtu në planetin Tokë. Mos ndoshta ata erdhën me forma të tjera, ndoshta jo me këtë. Dihet që piramidat janë ndërtuar në një formë vërtet të çuditshme që dikush thotë që u kanë hequr gravitetin kur i kanë spostuar. Mos ndoshta kanë një teknologji super të avancuar që nga i vend u zhdukë dhe e shfaqën aty piramidën, ose nëse ata, ndoshta për këto ne na duken teori jo konspirative, por shmendurira, por le të flasim tani më thjesht. Nëse këta u zhdukën, ikën nga i vend, erdhën në planetin Tokë, mos ndoshta aty shkruajtën ose sollën arkën për të cilën flitet, me të gjithë zogjt, çdo gjë që i kishin përgatitur që atje për t'i sjellë në planetin Tokë, dhe këtu rifilloi jeta nga e para. Pra ju çfarë mendimi keni? Mua më intrigon shumë kjo teori dhe kam studiuar, në fakt kemi bërë dhe një video tjetër për këtë, për sa i përket planetit Moldak, por më intrigoi ky zbulim i fundit që është bërë. Dhe doja ta diskutoj me ju se ndoshta mes nesh ka dhe ekspert. Megjithatë, ju çfarë mendimi? Shiko, ç'është e vërtetë, rreth viteve, sepse harrova të thosh, në vitet 700.000 para 700.000 viteve, tregohet që ka qenë një glashacion tepër i fortë në planetin Tokë, po ajo që më bën më shumë përshtypje është fakti që është zbuluar që në ADN-n e njeriut pas këtyre viteve, pra në ato vite ka ndodhur diçka, pikërisht 700.000 vite më parë. Njeriu nuk dihet se si, por janë shfaqur gjenet dhe nga i moment ne shikojmë ashtu si shikojmë sot, parashikojmë në 3D dhe shikojmë me ngjyra. Kjo është shkencore dhe po ja u them dhe ndaj dhe po them që është një element më shumë për të treguar që diçka ndodhi 700.000 vite më parë. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni për këtë? Besoni se mundet që një pjesë prej këtyre të kenë ardhur në Tokë dhe pastaj me kalimin e kohës janë zhdukur këto histori, sepse kaluan mijëra vite, bie 700.000 vjet, apo jo. Kështu që mundet që ne të jemi jo më pak ose jo më shumë se sa një civilizim që vinte nga një planet tjetër.
Si thoni? Pres komentet tuaja, kalofshimi.